Pas ditëve me shira me intensitet të lartë, situata në territorin e bashkisë Delvin vlerësohet dhe do ende punë për të shkuar në normalitet. Kjo për faktin se ka ende akse rrugore dhe banor në vështirësi qarkullimi për shkak të shkarjeve masive të dherave. Ersi Hamiti, shefi kabinetit në këtë bashki, tregon se grupet e punës janë në terren, duke u fokusuar sidomos në rikthimin e shërbimeve jetësore në familjet e mbetura të izoluara për shkak të motit. Probleme kemi në disa akse akoma rrugore ose familje të cilat për shkak të terrenit të vështirë dhe shumë lagështirë mbeten akoma të izoluara. Grupet emergjente janë gjatë gjithë kohës në gatishmëri për të sjellë normalitetin e tyre. Më shumë jemi të fokusuar tek familjet që kanë nevojë që asnjë familje mos jetë peng i situatës, që mos ketë shërbim, mos mungoj absolutisht asgjë ndaj tyre. Vëmendje po i kushtohet edhe aksit rrugor që lidh fshatrat Lefteor, Kakodiq e Vrafaj, ku po bëhen përpjekje për rehabilitimin përfundimtar pas zgjidhjes së përkohshme me mjete rrethanore të ditëve më parë. Aksi që lidh tre fshatrat Kakodiq, Lefteor dhe Varfaj, i cili me mjete rrethanore është mundësuar ditën e djeshme të jetë i aksesueshëm. Ne do të bëjmë prapë ndërhyrje këtu që ta sjellim ta rehabilitojmë 100% siç ka qenë momentin e parë, duke parë situatën që na sjell natyra i bëj thirrje gjithë komunitetit, bizneseve, strukturave vendore dhe qendrore që ne gjithmonë të jemi më elastik. Puna që po bëhet sidomos në zonat rurale të bashkisë Delvin për përballimin e pasojave të shirave të rrëmbyeshëm dhe rikthimin e normalitetit në jetën e të gjithë banorëve, po shoqërohet edhe me një apel për të qenë miqësor me natyrën, duke mos lejuar shfrytëzim të lumenjve, përmarrje inertesh, duke mos dëmtuar prita, tombino e të tjerë.